Jo, erdhi ky pas meje. Ore, ku do shkosh? A do ulesh këtu? A do ulesh atje? A do ulesh atje? Ku do shkosh këtu? Pastaj do kryosh dhe marrëdhënie me njerëzit sepse je në lojë. Me disa do duhet i kryosh marrëdhëniet, me disa do duhet i afrosh, me disa do duhet i largosh, me disa do mbash qëndrime, me disa mund të pajtohesh prap. E kupton? Tash kjo loja kështu se i bie mos flasësh fare me njëri. Me kë do lush, me muret? Se po nuk shkëmbeve komunikim. Do me thënë, për shumë, pozicionin më drastik dhe qëndrimin më drastik unë kam bajt me Valbonës, sepse unë që atëre i kam bërë blok Valbonës, nuk kam fol fare. Fare. Bile dhe tani, ajo sa ka bërë sherë, ka tentuar, unë ja kam bërë blok. Ajo ka tentuar të kthej prap në ajo, se ti e di që ajo ka vajtu çika ndej, çik këtej. Ajo djem tha mu Gertu me leve. Ua, i thash, mos më fol me fare, i thash. Që shkjo i fol, do të bësh të mirën ti tani, i thash me mua? Nuk ta pranoj, i thash, i thash. Mos më fol fare. Nuk ja falu në atë Valbonës, me asë për jashtë, asë që kujton të. Të shpifë është atë në së gjithë Shqipërisë, në shpifje. Unë që është dhe doja të dy jashtë ata. Po të dy, më inshallah o Zot, dalin të dy. Kjo dali nesa, i dali javës tjetër, po themi. Shpejt. Sepse dhe i ka përbaltur figurën time. Se pak janë ato fjalë që thot ai më. Shiko, gjitha epitetet që janë dhënë në këtë shtëpi i qëndrojnë aty ditë, apo së ditë. Të gjitha epitetet që janë dhënë aty burrit, i qëndrojnë tradhtar. Po. Ai me mua, me mua, që mua që më kishte. Lart Basili, me mua, një ditë para, nominimin që unë kisha me të gjitha gratë e shtëpisë, vjen mi numëron mua të gjitha me këtë ma tje tallë me shqiptare.